Në stadiumin e qytetit në Tetov do të zhvillohet përballja e parë e gjysmëfinales së Kupës mes liderit aktual në tabelën e klasifikimit të klubit të futbollit Shkëndija, që vjen pas një fitore të madhe të dielën në Kavadar kundër kampionit në fuqi Struga Trimlum, që vjen pas një fitore të thellë kundër Pelisterit, prandaj me të drejtë konsiderohet finale para finales. Për këtë duel, dy ekipet kanë llogaritë veta, por futbollisti Anes Meliqi thotë se atmosfera në grup është e shkëlqyeshme, që jep shpresë se do të ndikon në suksesin e ri të ekipit. Atmosfera skuadër është shumë e mirë, domethënë pas një lojë shumë të rëndësishme në Kavardarci. Tash të gjithë e dimë se Shkëndija është klub i madh me objektiva shumë të mëdha. Objektivi më i madh është normalisht titulli kampion, tash i gjithë fokusi është nesër në kupë kundër Strugës. Kjo ndeshje gjysmëfinale e Kupës është një rast i fundit që struganët të sigurojnë Europën, prandaj dhe presioni është më i madh tek ata, tha futbollisti Meliqi. Kjo do të thonë që presioni më i madh është tek Struga, jo te ne. Nesër dalim dhe luajmë me zero presion dhe të gjithë e dimë se si kemi kaluar herën e fundit në Strugë. Mund të them lirisht që një ndër paraqitjet më të dobta të Shkëndijës ka qenë aty në Strugë, ku hupëm 3-0 dhe kjo duhet të jetë mësim për nesër që të dalim ta japim maksimumin dhe mos përsëritet dy herë ajo që ndodhi në Strugë. Ndeshja e parë gjysmëfinale mes Shkëndijës dhe Struga Trimlum do të zhvillohet në stadiumin Bussharit me fillim në ora 16, por pa praninë e tifozëve, shkaku se skuadra tetovare është e dënuar me 5 lojë pa praninë e tifozëve në cilësinë e vendasit. Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale përballen Vardarja për Brera, që gjithashtu fillon në ora 16.